Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të ri të podcastit Shnet me Eridën. Unë jam Rasirida Çepele, farmaciste. Këtë herë po na shihni në një studio pak më ndryshe, sepse realisht kemi ardhur në Tiranë. Pas disa episodësh në Kosovë me mjek edhe njerëz të shoqërisë civile, personazhe të shoqërisë civile dhe Maqedonisë së Veriut, kemi arritur në Tiranë që ta bëjmë edukimin shëndetësor që nisëm në Prishtinë në të gjithë Ballkanin. Me aq sa do të kemi ne mundësi të përcjellim mesazhe për të gjithë prindrit që na dëgjojnë kudo që janë. Pse thash prindrit? Sepse sot pikërisht kam të ftuar një mysafire e cila përveç përvojës si nën, është edhe mjeke pediatre. Doktoresh Valbona Shahinaj. Doktoresh Bona, përshëndetje. Përshëndetje nga Tirana. Po e nisi me këmbë mbar. Kështu që mirë se ju gjeta, ju uroj shumë suksese. Edhe është një hap shumë i rëndësishëm që keni marrë. Faleminderit shumë që pranuat të ishit mysafira jone parë në Tiranë. Besoj që ditë një gur shumë i mirë për të gjithë. Shumë kënaqësi dhe për mua. Për të gjithë stafin e podcastit. Doktoresha keni një përvojë relativisht të rëndësishme si mjeke pediatre dhe njëkohësisht vini nga një familje mjekësh, kështu që dashuria për mjekësinë ka qenë që në vegjëli, që kur keni qenë fëmijë. Si është të jesh receta të vogla. Si është të jesh edhe mjeke pediatre dhe nën dhe rritur në një familje mjekësh, kush janë sfidat që keni? Nga ta nis nga fakti i rritur në një familje që janë mjek, okay, mamaja është mjeke, të gjithë të afërmit, pjesa më e madhe janë të fushës mjekësisë. Që i vogël ti dëgjon vetëm për mjekësinë dhe që vazhdon tash me atë idenë që ty të ngulitet në kokë, unë do vazhdoj mjekësi. Pastaj fatmirësisht, me punë po edhe me fat, doli shkolla mjekësi, vazhdova mjekësinë. Fillon pjesa e lindjes fëmijëve që ti si të gjithë prindërit këtu më kuptojnë, të gjithë ata që janë prindër, që ti do të bësh mjeku i fëmijës tënd. Kështu që si fillim je mjeku i fëmijës tënd, pastaj shkon dhe bësh mjek edhe i disa fëmijëve të tjerë për të ndihmuar apo për të dhënë dhe këshilla apo dhe për të vizituar edhe shumë pacientë të tjerë që kemi. Doktoresha, nga përvoja juaj, po flas edhe nga përvoja ime si nën, kur je prind për herë të parë në fillimet e tua, zakonisht për çdo lloj ftohje, sidomos kur ndryshojnë edhe temperaturat, siç ndryshuan kohëve të fundit, kaluam nga temperatura 18-20 gradë në 30 gradë menjëherë, fëmijët është normale që të kenë edhe një lloj temperature për disa ditë, edhe një lloj ftohje që i quajmë në gjuhën popullore apo koll. A duhet me temperaturën e parë në menjëherë ti drejtohemi pediatrisë ose një qendër mjekësie familjare apo mund ta vetë mjekojmë fëmijën pa bërë panik? Sigurisht, unë gjithmonë jam pro kësaj pjese që si fillim është ta shikojmë vetë fëmijën në shtëpi. Nëse temperaturat janë agresive, janë temperatura shumë të larta, atëherë normalisht do të çoshim me temperaturën që kur fillon situata. Por në momentin që temperaturat janë të rralla, 37,5, 38, është shumë e rrallë si temperaturë, ose ka një fillim kolle e cila akoma nuk është dukur nëse është një kollë që është kollë e thatë apo një kollë me sekrecione, më mirë jepi kohë edhe fëmijës, edhe smundis të shfaq veten e saj, sepse jo çdo fëmijë është pa imunitet. Pjesa më e madhe kanë imunitet shumë të mirë. Duke qenë se kanë imunitet, kanë aftësinë që në vetvete, po e quaj kështu në thonjza, ta mbysin mikrobin dhe të mos ta lënë të ngrej krye. Prandaj është shumë e rëndësishme kjo pjesë që mos e sillni që në momentin e parë apo për ta çuar në qendra spitalore. Në qendra spitalore, ti nëse e çon që në momentin e parë, aty ka dhe shumë viroza të tjera. Ti më shumë i rrit probabilitetin që ky fëmijë të preket dhe nga gjithë këto viroza qarkulluese, sesa rrit probabilitetin që ti ta shërosh që me kollën e parë që mos bëj kollën e dytë. Pastaj në disa raste duhet lënë dhe trupi të japi vetveten, duhet lënë dhe kolla sepse dhe fëmijët po nuk kaluan disa situata, është e pamundur të krijojnë imunitetin e tyre. Imuniteti nuk shfaqet në këto raste kur nuk kalon asgjë ose kur themi që shikon nuk më ka kaluar asnjëherë temperaturë. Jo, duhet kaloj dhe temperaturën, temperatura duhet bjerë ngadalë. Se ndonjëherë edhe prindit nisen me idenë që o bobo më bëri temperaturë, nuk po i binte temperatura. Jo, rënja e ngadalshme tregon që trupi po aktivizon forcat e tij. Normalisht hidratimi tani po futem edhe unë në profesionin tim. Hidratimi është i pari. Pra 37,5 nuk mund ta konsiderojmë në një temperaturë të pakurueshme. Zakonisht ne themi që deri në 38 njerë nuk japin fare. Mos i jepni në pjesën më të madhe, ne i themi prindërve as paracetamolin, as ibuprofenin, as një lloj analgjeziku, sepse trupi në këtë mënyrë do shoh
kundërshtarin e tij, mikrobin që është futur, do e njoh mikrobin dhe do aktivizoj forcat kundër këtij mikrobi. Nëse ne i japim diçka të tillë, e suprimojmë që në fillim, e zhysim, e ulim dhe në këtë mënyrë çfarë do bëhet? Pra lëre trupin të aktivizohet, lëre imunitetin të fuqizohet, që dhe fëmia të bëjë të vetën. Në rast se më ka ndodhur që kemi pas raste të tilla, mund t'i kemi ndikuar pacientëve të mirë, dhe kjo është personale e imja pastaj, që në rast se i rri një temperaturë 37,5, 38 për një kohë shumë të gjatë, pa i zbritur. Për shembull, sa mund të jetë kjo koha që ata që na dëgjojnë të bëjnë një lloj reflektimi? 5-6 orë, 7-8 orë, ose thon gjithë pasditën ka qenë me këtë temperaturë. Edhe nëse është hidratuar dhe nuk i bie. Qëndron sepse normalisht në viroza dhe mund të qëndrojë se temperaturë. Atëherë unë i them personalisht kjo, jepi një gjysmë doze, i them, jo dozë të plot, një gjysmë doze, sepse fëmia në rast se është dhe i grindur, nuk është aktiv, se kur fëmia është aktiv është mirë, nuk ka asnjë lloj problemi. Po kur është shumë i grindur, nuk është aktiv, është totalisht i lodhur në pjesën e atëherë mund t'i japi një gjysmë doze sa për ta qetësuar. Po në kushte të tjera, absolutisht, deri në 38. Flasim për periudhën e parë, për vitin e parë, sepse në momentin që fëmia fillon dhe komunikon, është më e lehtë pastaj ti të marrësh vesh se çfarë po ndodh. Që është më ndryshe. Megjithatë prindit bëhen shumë merak në këtë pjesë dhe tentojnë që në fillim që të veprojnë, patjetër të japin diçka, dhe është deri diku është më së e drejtë, sepse dhe ne që flasim, gjykojmë ndryshe. Do me thënë, është tjetër gjykim më i ftohtë kur ti ke përballë një pacient dhe ti e shikon në të gjitha aspektet, dhe kur është fëmia jot përpara, gjithmonë futet pjesa emocionale. Kështu që nuk ju vë faj edhe fëmia jot bëhesh ignorancë edhe pse je i fushës se nuk di. Prandaj edhe prindërve unë nuk ju vë asnjëherë faj dhe kanë shumë të drejtë që pyesin, që marrin në telefon, që interesohen shumë domethënë për këtë pjesë. Duket madje më thon doktoresha të bezdisa, s'ka problem. E rëndësishme është që dhe prindi të ndihet i qetë, që në mënyrë të tillë të mjekoj sa më mirë dhe fëmijën. Po, informacioni i saktë pastaj vazhdon edhe rrjedha e mjekimit të saktë. Sa ditë mund ta vetë mjekojmë fëmijën në shtëpi? Zakonisht ne themi 2 deri në 3 ditë. Deri ditën e 3 ne e shikojmë në shtëpi, por duke u nisur gjithmonë nga ecuria e temperaturës, sa e lartë është temperatura, sa e ngjeshur është temperatura, nga episodet, duke parë dhe situatat të llojin, domethënë ne pak a shumë dihen fëmijët, po themi kur është dhe një fëmijë pak më i rritur, dihet që kur i fillon kjo temperatura, prindi gjithmonë vjen dhe thotë shikoj se kur mi ka filluar kjo situatë, mua gjithmonë më ka kaluar në gryk me qel, për shkak se po flas në gjuhë shumë të trembën, terrorizohen, prandaj terrorizohen prindrit nga temperatura. Unë e theksoj gjithmonë që lëreni se çdo gjë do ketë është me hapa. Nuk është një situatë që hajde të bijem që në fillim e mbytëm, e mundëm edhe mbaroj. Çdo gjë ka hapat e saj. Edhe gryka me qelb mund të formohet, patjetër. Po ti po e solle që në momentin e parë fëmijën, dhe më ka ndodhur kjo, e sjelli në fillim 37,5, pastaj i thua viroz dhe qëndrojnë në atë mendimin viroz. Jo, se për 3 ditë mund të kalojnë në një situatë tjetër. Mund të filloj si viroz, po vazhdon pastaj në një gryk me qelb apo në bronkite në situata të tjera. Doktore, ju përmendet edhe pjesën e forcimit të imunitetit. A jemi realisht ne nënat e reja pak të fiksuara me pjesën sterile dhe kjo më shumë e dëmton se sa e ndihmon fëmijën? Është totalisht e vërtet. Totalisht e vërtet. Do me thonë, unë nuk po them tani që sikundër unë edhe mjekët kolegët e mi nuk themi që lëre fëmijën në balt, lëre fëmijën të zhytet të haj pa pastërti dhe gjë. Por prap imuniteti kërkon të forcohet. Do me thonë ti duke mbajtur në ato kushtet si një inkubator, duke qenë fëmia steril fare, ai nuk bie në kontakt me asnjë lloj mikrobi. Duke mos rënë në kontakt me asnjë lloj mikrobi, nuk ka mundësi që të fuqizohet imuniteti, as të krijohet dhe as të fuqizohet. Përveç pjesës së të qenurit steril, realisht që nuk është fare rekomandueshme as nga ne si farmacist, po kur je nën e re dhe fëmia i parë gjithmonë mundohesh të bësh gjërat në mënyrë perfekte, dhe pse s'ka rritje perfekte, s'ka as manuale për të rritur fëmijën tënd. Realisht kur fillon te përdorimi i vitaminave ose i shtesave ushqimore apo mineraleve në përgjithësi, nënat mendojnë që kur një fëmijë është të paktën te mosha 2-3 vjeç, është nën pesh ose nuk po ha ose gjatë dimrit për ta ruajtur pak nga virozat, duan një lloj këshille se cilat janë vitaminat e duhura që ta ruajmë fëmijën dhe ta rrisim shëndetshëm. Çfarë mineralesh duhet të marrim ose t'i kemi patjetër në rutinën e përditshme kur vjen puna nga 0 deri në 3 vjeç, 3 deri në 5 dhe pastaj për fëmijë më të rritur. E kuptoj. Shikon, ne fillojmë duke këshilluar që në fillim që përsa lind fëmia me D3K2. Domethënë D3K-ja, D3K2 është preparati i parë që i jepet fëmijës në bazë vitaminash. Domethënë në këtë lloj mënyre
fillojmë që të nxisim pjesën e kockës, pjesën tjetër që është prapë ruajtjes, pjesën e marrjes së vitaminës D, e cila është fondamentale në organizmin e njeriut. Por pastaj, këtë e japim për 2 deri në 3 muaj si formulë përbashkët. Ndërkohë me vitaminën D3 deri në 3 vjeç themi të mos shkëputet. Pavarësisht se ne, si në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në kudo ku janë shqiptarët paktën, kudo ku jemi në këtë lloj trevash, ne kemi diell, jemi vende solare, por prap do disa kushte të caktuara të përthithet dhe ky dielli. Kështu që përpos dhënies së vitaminës D3, ne pastaj fillojmë dhe këshillojmë avash dhe vitamina të tjera. Por dua të theksoj pak tek pjesa se është pak më komplekse si gjë, si situatë po themi. Sigurisht që ne gjëja e parë që pyesim është nëse nëna ka qenë anemike gjatë shtatzanisë. Nëse nëna ka qenë një nënë e cila është anemike në shtatzani dhe vazhdon paksa dhe më pas, atëherë patjetër që ne shikojmë pak pjesën e bebit, nëse do ketë nevojë të marrë hekur dhe bebi apo jo. Do me thënë, me këtë dua të them që shpesh herë na ndodh që të kemi fëmijë të cilët janë paksa anemik që të porsalindur, ose nuk po them të porsalindur, por në fillim në muajt e parë, sepse nuk i bëjmë analiza që në momentin e parë që lindët, të pakt janë ato spitale, kryesisht private, të cilat e kanë në protokoll bërjen e analizës apo lind fëmia. Duke qenë se nuk e kemi në këtë lloj protokolli, atëherë pak më vonë e themi direkte që, por sigurisht duke parë koloret e fëmijës, duke parë disa situata të ndryshme, aktivitetin, duke parë sa aktiv është fëmia, në mënyrën si e merr gjirin, domethënë, ndaj them që është pak më komplekse. Po flas gjithmonë për fëmijët të rritur me qumësh gjiri. Deri në muajin e 5-6, gjiri nënës e lëshon hekurin, ja jep fëmijës. Por më pas sot prit se deri këtu kisha për ty, tani do filloj ta mbaj për vete, dhe aty fillon problemi që fëmijët fillojnë bëjnë ato anemit e para. Gjë që janë normale. Edhe kjo është normale, shpeshherë vin prindër të bërë shumë merak, bubu. Jo, është normale. Fëmia do e bëjë dhe anemin, sepse është normale që rritja është më e madhe se ato që ata marrin. Ndërkohë, për fëmijët të cilët janë me qumësh formul, për shembull, ato janë të pasura xha me hekur. Do të thënë po e marr si nëse do shtojmë një suplement hekuri. Ndërkohë, unë personalisht edhe këtu, se gjithmonë flasim edhe janë pak personale këto gjëra, ndërkohë unë si person, pacientët mi e them që mirë është çdo 6 muaj ti bëjnë fëmijëve analiza. Zakonisht më vin nëna, se po kapem pak te kjo pjesë që të vazhdoj pastaj edhe më gjerë, më vin nëna dhe thonë, më vjen keq ta shpoj fëmijën. Kam pas raste 4 vjeç pa i bërë asnjëherë analizë dhe i kam thënë shiko, dëmtimi që mund t'i bësh fëmijës është shumë më i madh kur ti nuk e shpon për t'i marrë atë analizën, sesa kur ti e shpon dhe do qajm pak dhe do pushojmë, ama ne e dim ku jemi. Pra që nga lindja, edhe nëse fëmia është i shëndetshëm, është krejt çdo situatë është okay. Po, nuk po them që ditët e para, sepse nuk po i themi sa na vjen fëmia bëj analizë. Vajzën në Itali dhe ja kanë bërë të gjitha llojet e analizave që në fillim në spital shtetëror ku ne do vim fare në ato. Në atë pjesë po merremi me edukimin. Atje ku bëhen, ama në momentin që ne shikojmë që fëmia ka të nevojshëm për ta bërë, mirë është ja bëjmë. Fëmia bëhet 6 muaj, mirë është ta kemi një analizë. Ushqehet mirë, është i shëndetshëm. Okej, po nuk do të thotë ti jesh i shëndetshëm në sensin i shëndosh paksa, bullafi që ne vdesim për ato fëmijë që janë kështu, po nuk është e thënë që ti jesh ashtu edhe patjetër pastaj ti jesh dhe me anemin shumë mirë, dhe me gjithë kuadrin e gjakut. Ndërkohë kemi fëmijë të tjerë që nuk janë aq shumë robust, janë bukuroshët e vegjël që vinë çik pak më elegant, po mund të jenë shumë mirë nga ky aspekt. Do të thotë nuk nisemi nga pjesa sa merr, sa ushqehet, sa. Do ndaj përvojën time këtu. Vajza ime normalisht ha shumë mirë, ka të gjitha në rregull, është vetë nga natyra, pak më elegante dhe gjithkusht që e shes është tipike kjo kultura tona. Ha buk ky fëmijë dhe detyrohesh ti t'ia bësh ato analizat më shpesh për ta hequr atë lloj mendimi dhe realisht është më e shëndetshme se shumë persona të tjerë. Kjo është e gabuar. Kjo që në fillim fare është e gabuar, po. Sa të shpeshta duhet të bëjmë kontrollet dhe analizat e fëmijëve nga 0 deri në 18 vjeç. Mirë është të bëjnë çdo 6 muaj. Si për të rriturit, nuk është patjetër nëse tek një rritur ne e dim ku jemi, pak a shumë. Dhe mbase nuk e kemi të nevojshme, nuk e gjejmë momentin sado që duhet ta gjejmë për veten tonë dhe për shëndetin, për t'i bërë çdo 6 muaj, tek fëmia që është në një rritje të përhershme, se deri në 18 vjeç ata janë vetëm në rritje, atëherë duhen bërë çdo 6 muaj, sepse shpeshherë na ndodh kjo.
trupi i rritet shpejto, ka kërkesa të tjera organizmit, të tjera fëmia ushqehet dhe prandaj kalon në këto pjesë të anemisë që tham. Ndërkohë, kthehemi tek flori, dhe flori është shumë i rëndësishëm për pjesën e dhëmbëve, për forcimin e dhëmbëve apo për daljen, domethënë momentin që ata dalin. Te dalja e dhëmbëve pastaj është një gjë tjetër që unë shikoj shpesh. Është një sfidë më vete. Është sfidë më vete, sepse po zgjatem në disa situata ku më vin prindër thonë kam 1 vjeç si ka dalë asnjë dhëmbë. Është normale. Okay. Nuk ka të thot fare që nëse fëmijës i dalin 4 muajsh, 5 muajsh, 1 vjeç, fëmia është totalisht në normë. Nuk ka asnjë lloj problemi, thjesht atëherë po i dalin dhëmbët. Po ndalem pak te fluori, si mineral, përderisa un kam bërë një lindje në një shtet tjetër, kam marr pak a shumë edhe kulturën edhe mjekësore se si do ta ndjek fëmijën. Dhe ka përdorur shtesë ushqimore të fluorit. Si është ky raport tek ne në Shqipëri dhe në Kosovë dhe pastaj sepse kjo do ndërlidhet pak kur fillon pasta e parë e dhëmbëve për tu përdorur, a do ta zgjedhim me fluor apo pa fluor, dhe kjo është një dilemë vete. Dhe kjo sigurisht, prandaj them që ne që tek fillimi e shikojmë fëmijën nëse merret me ushqim qumësh pluhur, po e quajmë qumësh nga këto qumësht e përgatitur, formulë që merret në farmaci, ato të tëra janë të pasuruara. Domethënë, nëse të kujdo firme, se nuk dua të futem fare në këtë pjesë, por të kujdo. Le t'ja lëm prindërve të zgjedhin atë që dëshirojnë. Patjetër, se secili ka eksperiencat e tij, dëgjojnë njerëzit, si e pranon dhe fëmia. Ka të bëj shumë kjo pjesë, ato të tëra janë të pasuruara. Po ti kthesh në anën mbrapa e shikon që janë të pasuruara me hekurin, me florin, me të gjitha llojet mineralet. Dhe ky fëmijë në të vërtetë ka më pak të domosdoshme për të marrë diçka ekstra, sepse ai gjatë gjithë kohës është nën to, domethënë është duke i marrë, është duke u forcuar me to. Ndërsa fëmia që është me qumëshgjiri, deri diku i merr nga qumshi i nënës, por vjen një moment siç tha me hekurin që deri aty të thot stop se pastaj i duhet edhe për vete. Kështu që prandaj them që duhen parë në kompleks pak situatat që në fillim. Ndjes doktoresha që ju ndërpres. Po tek fëmijët që nuk marrin qumësh formule, janë fëmijë të rritur me qumëshgjiri. Aty si është ky raporti i mineralit të fluorit? Në këtë pjesë prandaj them që varet kjo pjesë, zakonisht ajo merret, sepse normalisht qumshi i nënës edhe ai është shumë i pasur me të gjitha dhe ne nuk them fare për pjesën e qumshit formul, ajo që unë dua të nënvizoj gjithmonë dhe që përpiqem tek të gjitha pacientët e mia, të nënat e reja, mundohuni me qumëshgjiri. Vërtet qumshi i gjirit mund të ketë më pak mbase nga disa gjëra dhe më pak i pasuruar me ca të tjera, por nuk ka si qumshi i gjirit, si kullostra që është ditë e para, që ushqehet fëmia apo si pjesa tjetër që jep imunitetin, aty krijohet imuniteti i parë i fëmijës. Domethënë që në momentin që lind ai nuk ka se si të ketë imunitet aq sa ne duam. Atëherë këtë e merr vetëm përmes gjirit nga antitrupat e nënës, të cilat shkarkojnë të gjitha përmes gjirit dhe shkojnë te fëmia. Dhe prandaj un them që është shumë mirë që ne t'i kemi me qumëshgjiri. Ato 2 pika, sikur dhe 2 pika të marrë ai fëmia. Ato 2 pika, ato 3 pika, se po i quaj në mënyrë shumë. Po sepse fillimi është i ato aq pika sa do marri, janë shumë të rëndësishme për atë fëmijë. Më ndodh shpesh se po kthehemi, nga që biseda është e bukur dhe kthehemi nga një pjesë tjetër, po më ndodh shpesh që vinë nëna dhe thonë doktoresha, po më pi shumë pak, pastaj unë jap formulën. Ne gjëja e parë që them është shiko, mundohu të japësh dhe pak le të marrë, s'ka gjë, të marrë gjirin të parin dhe këtë ja u jap si këshill nënave, besoj që ja u kanë dhënë dhe mjekët e tyre, që i pari gjithmonë jepet gjiri. Mbasi mbaron me pjesën e gjirit, që duket që fëmia nuk po merr më qumëshgjiri, atëherë mund të jepet, domethënë mbarove me gjirin, po themi 5 minuta, atëherë shtoj formulën. Jepi sa ke për t'i dhënë. Po nëse ka pamjeftueshmëri të gjirit të nënës, ajo është një lloj alternative. Por për të shtuar peshë artificialisht un jam definitivisht jo. Jo. Sepse nuk na duhet një peshë artificiale absolutisht për fëmijën. Është pikërisht ajo që ne tham në fillim. Nuk ka të bëjë nëse një fëmijë është rrath apo një fëmijë është më pak elegant. Sot po për të luftuar obezitetin realisht dhe skemi. Në të vërtetë ne këtë po e luftojmë dhe po e shohim të përditshëm edhe këtu në vendet tona. Besoj edhe në Shqipëri apo edhe në Kosovë apo edhe në Maqedoni apo në Malzi, të gjithë vendet ku jemi ne shqiptarët, apo dhe ku është gjithë bota, jo vetëm ne shqiptarët, të gjithë po vuajmë nga një obezitet i ardhur tek fëmijët. Dhe prandaj them që nuk tentojmë të shikojmë fëmijë rrath, por tentojmë, sado që janë të bukur për syrin, por tentojmë të kemi fëmijë të shëndetshëm. Po sepse ndoshta është edhe jetesa
Jetesa jon, fëmia nuk bën çfarë i themi, ha shëndetshëm, por bën se çfarë sheh dhe realisht ndoshta kjo lloj jetë e përshpejtuar po ndikon tek fëmijët. Por të paktën ne të tentojmë të bëjmë atë gjë që ne mundemi ta bëjmë sa më mirë, që fëmia të edukohet në mënyrën e shëndetshme të ngrënit. Pastaj, a do jetë përzgjedhës fëmia? Po patjetër, diçka do t'i pëlqejë, diçka do ta marrë. Duhet të luajmë pak edhe me fëmijën, ëh. Ka ca situata, unë shikoj ndonjëherë në Instagram në to që i bëjnë si pem, atë brokolin si pem, po han pem, do bëjmë një gjë. Do të thënë, po shikoj, nëse duam që fëmia t'i marrë këto gjëra, dhe kur një fëmijë nuk i merr me zor, do gjejmë ca mënyra tona pastaj që t'ja bëjmë. Ama e rëndësishme është që ky fëmijë t'i marrë. Pas 6 muajve që ne luani me spinaqin, vajza ime ka filluar të haj pite me spinaq. Urdhëro. Kështu që rasti më ideal. Luajtët, ama filluar ta ham. Do durim dhe do të bësh psikolog më vete. Durimi i prindit për të bërë atë që duhet dhe të jetë sa më e mirë për fëmijët. Është shumë kollaj të themi që këtë se do, këtë nuk e ha, këtë s'po ja jap. Por puna është që çfarë do bëjmë. Nuk duhet të bëhemi ne selektiv, po e vërtetë, se nëse ne jemi selektiv në ushqim edhe fëmia do bëhet selektiv. Fëmia i do të gjitha që ti marri. Okej, mund të pranoj që po patjetër. Fëmia kur lind nuk njeh asnjë shije. Po. Merr qumshin e nënës, fillon përqen atë lloj shije. Nuk di kripën, sepse zakonisht themi as kripën, as sheqerin dhe pjesën tjetër, dhe pastaj duke u rritur paksa mbas vitit të parë fillon që të marrë ato ushqime që të mësojmë edhe ne me ato ushqime që duhet, apo ato që ne marrim. Por duke të qenë se fëmia nuk i di, ai mund të mësohet shumë lehtësisht. Okej, ka dhe fëmijë që mund të jenë pak më tekanjoz në thonjza apo i quaj, atëherë ata duan pak më shumë punë. Do durimin e prindit, edukatorit, të gjyshit. Jo të tërë janë njësoj. Po them dhe këtë tjetrën, që më vijnë shumë edhe thon doktoresha, është e mundur, në çerte më thon që ky fëmia ushqehet mirë, në shtëpi nuk më ha fare. Është totalisht shumë e mundur. Sepse fëmia është nuk gënjen edukatorët. Absolutisht, janë pro edukatorëve dhe janë shumë të mira që durojnë fëmijët tanë. Po. Ne nga 1 nga 2 dhe megjithatë unë them që fëmia është shumë psikolog. Po. Janë e psikologjisin prindin në mënyrën më ideale të mundshme. Dhe duke qenë se janë një komunitet pastaj atje në Çerdhe apo në Kopësht, dhe mësuesi ka tjetër autoritet. Domethënë nuk shikohet si mami që unë e bëj mamin si të dua, si babi që unë po t'i lutem dhe po të caj ca herë do qaj dhe ai do thot ose gjuna lëre. Ka tjetër autoritet dhe duhet ta ketë praktikisht këtë autoritet si edukatori i Çerdhes, si Kopshtit, dhe prandaj është dhe kjo pjesë që fëmia t'je ushqehet. Unë rasti im e them totalisht, domethënë më thot edukatori atë ditë kemi për mëngjesa në Çerdhe shtetërore, madje për mëngjes kemi bukë me reçel dhe me gjalp. Vajza ime thash s'ka ngrënë kurrë. Sot e pas kam pa mëngjesun, vajza jote e ha për dita. S'ka mundsi. Fshiu pak, më tha dhe shikoj, po. Që e kam parë vetë, dhe prandaj them që duke i ditur këto situata, i them dhe prindërve, shikoj, mos e keni merak se mos i edukatorët se realisht fëmijët. E putha vajzën time, mami po iki, thash, iku te puna mami, miru pafshim. U futa pak më mbrapa, vajza ime hante për mrekulli. Që në shtëpi s'ma kishte ngrënë kurrë bukë me gjalp, me reçel dhe qumësht. E vërtet. Kështu që ndaj them, është shumë domethënëse kjo. Po unë po rikthem pak të gjithënia, ka shumë nëna të reja që janë shpeshherë në dilemë se çfarë të hanë më shumë dhe çfarë të hanë më pak, sepse këto ndikojnë pastaj te ngërçet e bebit, te kolikat, sidomos që janë ato 3 mujorshin, 6 mujorshin e parë. Që janë të tmerrshme për fëmijën. Në fakt, ka fëmijë që e perceptojnë dhimbjen e barkut. Ka fëmijë që janë më të qetë, nuk kanë atë pjesën e dhimbjeve të mëdha të barkut, ose situatat që disa herë vijnë prindit, ka prindër që vijnë shumë të shqetësuar. Fëmia më qan prej orësh, dhe është e vërtetë. Zakonisht, për shembull, ne themi rrushi ose pjesa jeshile, tek fëmijët ushqimet po i quaj jeshillëqet, gjelbërtasi, spinaqi, salate, jeshile, brokoli. Tek fëmijët kryesisht të posalindur, dhimbja perceptohet shumë më shumë se sa te një fëmijë i cili është pak më i rritur. Po them për shembull një fëmijë 1 muaj, 2 muaj e ka dhimbjen shumë më të lartë, i duket fëmijës kështu. Perceptimi i dhimbjes te bebi është më i madh. Se sa një fëmijë 5-6 muajsh i cili dhe po pati pak dhimbje barku e ka të durueshme dhe nuk e ka shumë problematike dhe të qaj me ato qarjen e madhe dhe pjesën tjetër. Kështu që prandaj them që për shembull nënat që përpiqen të mbajnë ato dietat, unë jam kundër dietave,
të paktën dieta fillestare jo njerë, sa po lind fëmia. Se e ke shkuptojnë në pjesën e dietës. Dieta nuk do të thotë rish pa ngrënë, po një dietë e duhur për nënën e re është të haj ushqime që kanë vlera ushqimore si për të, si për gjirin. Patjetër. Ndërsa dieta që të bijem në peshë, sepse dëgjojmë shumë që obobo ka marrë kaq kile, do kesh kohë të biesh nga pesha. Të rrëzon gjithënia dhe pagjumësia, pa problem fare. Për më tepër. Po dhe po nuk re vitin e parë. Po se po flasur shqiptare, po punë e madhe. Pikërisht duhet ta shijojmë. Si ka që ai fëmia të rritet i lumtur me ty, të rritet mirë, të rritet i shëndetshëm dhe pastaj ke kohë për të rënë në peshë. Po, e vërtet. Po dhe po nuk re prap. Si ka dhe kjo pjesë. Peshë nuk duhet të jetë një qëllim në vetvete, duhet të jetë jetesa e shëndetshme, Jetesa e shëndetshme është ajo pjesa që jam totalisht dakord me këtë. Qëllimi në vetvete është një jetesë e shëndetshme për fëmijën, për nënën, së pari nëna, dhe babai sigurisht, po së pari nëna është ajo që duhet jetë mirë, që dhe fëmia, sepse dhe fëmia emocionohet shumë nga situatat e nënës. Situatat e nënave të reja, ose i shoh kur vinë dhe bëjnë vaksinat e 2 mujoshit. Për shembull, dhe në momentin që qan nëna, fëmia qan dhe më shumë. Dhe i them foli pati qara, foli me shumë dashuri së bashku me kolegët që kemi. Foli thuj s'ka gjë mami, e bëm se fëmia kupton, nuk është se është 2 muajsh edhe nuk po kupton. Kam një gjë në dorë, po kjo gjëja nuk kupton. Dhe emocionet i ndjen fëmia, sa do emocionet, dhe rrajet e zemrës së nënës kur nëna e mban këtu. Ai fëmia i ndjen aq shumë, sa që është shumë normale pastaj që prindi duhet të jetë sa më i kujdesshëm në këtë gjëra. Prandaj them merreni qet. Çdo gjë prindi të përgatisi veten emocionalisht, psikologjikisht, pastaj të mbaj fëmijën. Realisht po ndërlidhem pak tek pjesa e fëmijëve të kësaj moshe. A i mashtrojmë ne fëmijët që të vegjël duke i dhënë biberonin ose atë mashtrusin, i mësojmë vetë të bëhen mashtrues? Jo, nuk e marrim kështu. Nuk do ta marrim në këtë kontekst. Ishte për ta tensionuar situatën e vaksinave. Jo, kjo ishte e bukur, po jo. Realisht a e dëmton, qarkullojnë mite të shumta. Po, e di. Lidhur edhe me përdorimin e biberonave. Unë nuk dua të merrem me pjesën e marketimit të mirë ose të keq të biberonave. Po këta lloj rrencash ose cuclla mashtruese që quhen në Kosovë, a realisht e dëmtojnë nofullën pas një kohe apo çdo gjë me mas nuk ka dëm? Unë gjithmonë them dhe jam partizane asaj pjese që them çdo gjë me mas. Nëse gjërat janë me mas, për fëmijën janë super okay. Nëse te kalohet masa, atëherë plus që në këtë pikë flasim edhe kështu. Së pari njëherë duhet ta pranoj fëmia. Se ka fëmijë që se pranojnë fare, nxjerrin që në fillim nuk e duan, domethënë ai nuk thot nuk e dua, po ti sa javët e goja ai e nxjerr. Por ka ca situata që fëmia qetësohet jashtë masa shumë me këto biberona të rrens. Kështu që në këto situata kur fëmia qetësohet para se të flej gjumë, se ka nëna që më thon, "Ri gjithë natën në gjë." I them, "E ke kot. Gjiri nuk është gjithë natën se do kulloj." Fëmia pin çerekorin 20 minuta, pjesa tjetër mbas elastik si biberon. Për të luajtur, po. Kështu që në këto raste lodhet nëna dhe fëmia është i qetë. Po çfarë duhet bëjnë nëna natë nëse ai është një fëmijë këtij tipi dhe nuk ja merr as biberonin mashtrues? Si të funksionojë? Do gjejmë ndonjë mënyrë tjetër, se edhe në këtë mënyrë është torturë për prindin pastaj. Për nënën është torturë. Si do çohet në mëngjes ajo nën? Si do ngrihet të bëj shumë gjëra për atë fëmijën apo për familjen, se në pjesën më të madhe nënat kujdesen dhe për pjesën tjetër të mbarvajtjes. Po se burrat i kemi të shenjtë neve, nuk kapin gjë. Shkojnë në punë, po i quajnë kështu, shkojnë në punë. Se megjithëse ka ndryshuar që ka dhe që ndihmojnë goxha, po të paktën shkojnë në punë, kanë aktivitete të tjera dhe prandaj them dhe në këtë pjesë. Doktoresha, ju përmendet edhe pjesën e ushqimit dhe shumë nana gati çdo e dyta ose e treta që neve na ka shkruar ditët e fundit në Instagram kur morën vesh që kishim mysafir një pediatre, është fakti që pse po dalin kaq shumë fëmijë me intolerancë laktoze, apo me alergji ndaj proteinave të qumshtit, apo thjesht detektimi është bërë më mirë vitet e fundit ose kohët e fundit dhe ne po na duket sikur janë shtuar rastet. Së pari, ta nis nga fundi, domethënë pjesa e detektimit është ai që ka filluar është bërë më i shpeshtë. Dhe prandaj po detektohen pak më shpejt dhe më shpesh këto situata ku janë intoleranca të tilla. Dhe sigurisht që nuk mungojnë, por ndërkohë nuk janë dhe aq të shumta saç po paraqiten. Së dyti pasaj të kthehemi tek pjesa e qumshit të gjirit, që qumshi i gjirit të japi reaksion, është një gjë shumë e rrallë për të mos thënë e pamundur. Nuk po them e pamundur, por shumë e rrallë, një herë në shumë pak raste mund të ndodhin në këto situata. Më së shumti mund të jetë kjo pjesa tjetër që varet çfarë ka konsumuar nëna, që mund t'i ketë dhënë alergji fëmijës. Kam pas raste për shembull që kanë konsumuar vezë dhe tek fëmia
ka qenë i ndjeshëm me ndjeshmëri të lartë ndaj vezës, i ka dhënë këto puçra. Ose ndërkohë që ka qenë me gjithënien Ana, nga gjiri i Anës. Gjithmonë flasim për gjithënien, gjithmonë flasim në momentin e gjithënies, se kur është pa gjithënie s'ka çfarë të marri. Të njëjtat gjë, domethënë për ushqimet që mund të marrin nëna që krijojnë situata alergjike fëmijës. Dhe e fundit fare që është për të thënë dhe kjo është varet nga muaji kur fëmia i ka këto dhimbjet e barkut dhe që duken si krampe apo si dhimbje të forta, sepse nëse këto paraqiten që në muajin e parë, është normale. Se në fund fare fëmia të gjithë sfinkterat i mban të mbledhur, domethënë duke filluar nga sfinkteri anal, domethënë të gjitha situatat i mban të shtrënguara, barkun e shtrënguar dhe nuk di që shikose po forcova barkun, duhet të lirojmë që të nxjerr gazrat. Ai grumbullon në të gjitha situatat, i mban të mbledhura, shtrëngon këmbët dhe nuk di pastaj çfarë ndodh dhe fillon me të qara të mëdha. Pastaj fillon pjesa e adoptimit të fëmijës, që në momentin që fëmia fillon e kalon muajin e parë, muajin e dytë, muajin e tretë, fillon mësohet. Relativisht duke u mësuar dhe me perceptimin e dhimbjes, se sa më i vogël është aq më e dhimbja i duket një gjë shumë madhore në atë të tillën, dhe fillon mësohet dhe me dhimbjen, po fillon mësohet që po u shtrëngova, do lirohem në anën tjetër, që në mënyrë që fëmia pastaj e kupton që shikose kur bëj këtë gjë unë lehtësohem, se ka perceptimet e tij, sigurisht ka mendimet ka ato, po i quaj mendime, ato mini mendimet e vogla, por që aty fillojnë krijojnë gjithë rrudhat e trurit edhe gjithë pjesa tjetër që fillon fëmia dhe të zhvillohet apo të mësojë, të kuptojë dhe gjithë situatat e tjera. Pra kolikat që ndodhin që janë të zakonshme për faktin që fëmia fillon do mësohet me atë çfarë po merr të re, që është qumshti i gjirit, detektimi i intolerancës ndaj laktozës, a mund të bëhet që në fillim apo mund të bëhet që në fillim, nuk e kemi në protokoll për ta bërë që në fillim, sepse mbase nuk e kanë të nevojshme të gjithë. Mirë do ishte, po patjetër, pse mos bëhesh edhe kjo gjë, do ishte shumë mirë ta bënin, por shpesh herë edhe nuk bëhet. Ama në momentin që krijohet situata kritike, patjetër që këshillohet që ta bëjë. Ndërkohë pastaj probleme. Kush konsiderohet situatë kritike? Humbja e peshës, diarreja te fëmia? Gjithë situatat e tilla, fëmia nuk merr peshë, shkon një periudhë gjatë dhe zakonisht shkon nga muaji 5-6 që mund të detektohet pak më mirë. Por duke parë gjithë pjesën tjetër, them që është shumë situatë më në kompleksitet kjo gjë. Shihet nga të gjitha drejtimet, se ndonjëherë na themi shikose nuk po merr ka intolerancë, por ndërkohë mund mos ngopet nga qumshi i gjirit. Pra ndaj shihet pak më shumë, ose ka dhimbje të forta barku, mund të ketë dhimbje barku, po kur fillohet qumshi formul, zakonisht ka shumë dhimbje barku. Prandaj në fëmijë të cilët nuk e tolerojnë, është e zakonshme. Okay. Në fëmijë të cilët nuk e tolerojnë kollaj, për shembull, jepet dhe komforti, shumë nga këto qumshe formul kanë pjesën komfort, sikundur kanë dhe antirefluks, sepse siç duket këtej, po është dhe pjesa tjetër që ka refluks. Prandaj ndonjëherë njerëzit janë mësuar pak me refluksin dhe thonë shiko se ka refluks. Refluks po quajmë për ata që nuk ta kuptojnë, pjesën kur fëmia e vjell ose janë të vjella me presion. Do me thënë, sidomos kur janë të vjella pas pirjes, por të vjella me presion, futet në kategorinë e refluksit, por dhe refluksi është me shkallë. Sikundër dhe dhimbja e barkut është me shkallë, dhe refluksi ka stadet e tij. Doktoresha, ne folëm lidhur me intolerancën e laktozës dhe alergjia ndaj proteinave të qumshtit, që realisht është një gjendje e rrallë, po që mund të ndodhë dhe simptomat i ka lehtësisht të ngatrueshme me intolerancën ose me kolikat infantile, ato ngërçet në muajt e parë. Këtu si duhet të veprojmë dhe si ta menaxhojmë këtë situatën? A ka vend real për shqetësim apo Jo, nuk më duket vend real për shqetësim, se le që janë situata shumë të rralla dhe ndonjëherë unë e kuptoj që prindërit vinë të lexuar me Google-in, me nuk e di, fillojnë lexojnë dhe gjëja e parë që unë ju them njerëz së pari, vërtet mund të lexoni në internet, po së pari shikoni kush e ka hedhur atë të dhënë në internet, sepse burimi i informacionit mund të jetë nga kushdo. Tani unë nuk mund të marr të mirëqen një burim informacioni nga një person i cili unë e shikoj atje që nuk më jep të dhëna, që mund të jetë aq i besueshëm. Kështu që ndaj gjëja e parë që unë i them prindërve, kudo ku janë, mos besoni dhe mos lexoni shumë në Google dhe në pjesën e internetit, se ngatroheni më shumë, edhe për smundje të tjera. Për çdo smundje, domethënë aty i jep situata të ndryshme, sikur edhe për të njëjtën smundje, po fëmia jot nuk është e thënë të ketë këtë apo atë situatë.
Prandaj ndryshojnë ca gjëra. Mos keni kaq shumë merak, nuk janë situata që japin situata kaq shumë për të bërë alarme, mos bëni alarme veten, mos u panikosni. Po dhe sikur mund të jetë në një rash kutan, janë një situatë që vetveti u kuptohet dhe pastaj bëhet lidhja me mjekun, e çon te mjeku dhe krijon ato duke e parë dhe mjeku duke vendosur pastaj edhe për rutinën e re të ushqyerit të fëmijës. Patjetër. Ditët e fundit doktoresh ka pasur disa shtim të rasteve me fruthin në përkopshte dhe çerë dhe si në Kosovë si dhe në Shqipëri. Pse ka kaq shumë kontestime kjo vaksina e MMR-s ose për ata që nuk e din, vaksina e moshës 12 muaj që ajo 1 vjeçit, e famshmja e 1 vjeçit që si e njohin prindrit, që bëhet për të parandaluar pikërisht fruthin, shytat dhe rubeolën. Shiko, prindrit zakonisht se kjo është pak shumë temë delikate në fakt. Dhe prindrit është e njëjta vaksinë pothuajse që kemi bërë dhe ne. Nuk është se ka ndonjë diferencë nga bërja jon dikur dhe tani disa e akuzojnë që ka më shumë mërkurin, ka ca metale. Po, se këtë dua të di, domethënë në raport me çka ka qenë në brecat më përpara, para viteve 90 po e supozoj dhe sot, a ka dallim në formulim të vaksinës? Që është e njëjta. Me sa kemi parë është e njëjta, por mund të ketë një rregullim, okay. Megjithatë nuk mund të them, ne kemi pasur, ose po flas nga eksperjenca personale, kemi pasur raste të fëmijëve që kanë bërë vaksinën dhe kanë rezultuar më pas me autizëm. Kemi pasur raste që kanë qenë fëmijë që nuk e kanë bërë vaksinën dhe përsëri kanë dalë më vonë me autizëm. Pra, t'ja lëm vetëm vaksinës, po ja lëm vaksinës, po si dolën këta që nuk e kanë bërë vaksinën. Domethënë, mendoj, kjo është e imja, që lidhen shumë faktor bashk. Nuk është vetëm vaksina dhe hajtë akuzojnë vaksinën. E gjithë situata varet nga jetesa e prindërve. Ndonjëherë kemi pasur edhe nëna apo baballar të cilët mund të kenë abuzuar më përpara. Sigurisht këto ndikojnë në keqformime të kromozomeve, të gjithë situatës tjetër, se po ta marrim në tërësi, autizmi është një fjalë shumë e gjerë, apo ADHD-ja është një fjalë shumë e gjerë. Neurodivergjencë që akoma nuk është zbuluar se nga se vjen, se po të ishte zbuluar, të paktën nuk do fajsonim, ose do ta fajsonim. O do t'ja ishte më lehtë, o do t'ja hiqnim fajin, o do t'ja vinin fajin dhe aty do ishim në rregull. Por duhet, ndaj them që është komplekse sepse së pari ndaj duhet bëjmë një jetë të shëndetshme që të vegjël deri në të rritur. Abuzime sa më të pakta, sado që unë jam mjeke dhe them mos abuzoni, së pari për trupin tuaj, së dyti për atë që do vi më pas. Sidomos gjatë shtatzanis. Sikur për shembull, dikur se po dal pak nga tema, është thënë që nëna duanpirse kanë probabilitet më të lartë për të lindur fëmijë me probleme kardiake sesa nënat të cilat janë jo duanpirse. Kjo e vërtetuar shkencërisht. Pra, siç është vërtetuar kjo, po u desh vite të vërtetoj, ashtu mund të vërtetohet dhe kjo situata tjetër. Dhe them që janë shumë komplekse situatat. Dhe ndërkohë nga ana tjetër, të themi hajtë se s'po ja bëjmë vaksinën. Po a mund të riskojmë ne që ky fëmia nesër të bëhet një burim fruthi apo i gjithë situatave të tjera tek fëmijët e tjerë dhe tek joni, se ne si nëna. Raport risk përfitim është më mirë ta bësh se të mos e bësh. Ne si nëna, a do ta përjetonim dot që fëmia të na hikte larg qoftë, se nuk i urohet askujt, nga një fruth? Që pse nuk i bën vaksinën? Domethënë janë shumë situata që duhet menduar shumë mirë. Është shumë kollaj të vëmë gishtin, por pa që vështirë është ta heqim atë gishtin pastaj. Nëse një prind që po na dëgjon tani është përpara dilemës t'ia bëj apo mos t'ia bëj vaksinën fëmijës që i ka bërë 12 muaj, pra është 1 vjeç e pak. Deri në sa kohë ka mundësi që ky prindi të reflektojë dhe ta mendojë dhe që të jetë e vlefshme kryerja e vaksinës? Atëherë, normalisht vaksinat kur lihen në një farë moshe, efektivitetin më të lartë e kanë në moshën specifike që është. Megjithatë, po themi që po e shtym. Hajde po e shtym edhe 6 muaj. Domethënë të bëhet fëmia 1 vjeç e gjysmë. Po më shumë pastaj nuk është se kanë atë rezultatin më të mirë të mundshëm. Plus që deri në atë farmoshe, fëmijët pak a shumë duken, zakonisht akuzohet kjo si vaksinë, sepse fëmijët deri në këtë moshë akoma nuk din të flasin, nuk din të shprehen ose ato pjesën më të madhe. Se po të ishte ashtu do akuzohesh edhe ajo 2 vjeçit, po e quaj kështu në thonjë akuzim, në thonjza, se domethënë deri në 2 vjeç fëmia e ka shfaqur nëse flet pak, nëse nuk flet, luan, merr komanda, nuk merr komanda, sa 1 vjeç nuk e ka shfaqur dhe prandaj duket kjo pjesa sikur është kjo vaksina që luante ose më fliste, po sa fliste një fëmijë 1 vjeç?
E zëm se e bën vaksinën. Kur duhet të shqetësojmë prindrit që fëmia nuk po flet dhe nuk është tipik si bashkëmoshatarët e vet. Okej. Shiko, edhe kjo ka prap situatë tjetër. Nuk janë të tërë fëmijët njësoj. Më vin prindër dhe më thon, shiko se unë te grupi e shikoj që të tjerët flasin, po ky nuk flet. Okej, them, po dhe në kohën, po themi kohën tonë që nuk dieshe fare pjesa autizmit dhe tjera tjera, kishte fëmijë që flisnin që 1 vjeç e pak, kishte fëmijë që flisnin 2 vjeç e pak, po kishte nga ata që quheshin i erdhi e goja me vones, thonin dikur, ka folur 3 vjeç, ose është ngritur në këmbë pak më me vones. Pra nuk është një gjë, kjo është shumë individuale të thuash, por nga ana tjetër duket komunikimi i fëmijës, duket si të shikon, duket ai merr komandat, duket ai kthen kokën kur ti i flet. Por edhe po ta lësh pastaj se ndaj them janë ca situata shumë komplekse, po ta lësh në telefon dhe ai është i fokusuar aty te celulari dhe ti e thret, po nuk ta kthen kokën dhe mua po më thirr edhe ty dhe kushdo nga ne, po ti duke parë një gjë të rëndësishme dhe është fokusuar aty dhe ti më thret un prap nuk të dëgjoj, domosdoshmë jam futur atje. Pra, në kushte optimale bëhen të gjitha këto. Nëse do bëhet një vlerësim, nëse do bëhet një shikim dhe nëna e shikon, hiqja pak atë telefonin, shikoj kur është i ulur, çfarë veprimesh bën, si e ka veprimin, si e ka përqendrimin, si e ka lojën, domethënë shikohen të tëra këto në kompleksitet. Madje mos them që dhe pa bërë 1 vjeç deri diku shikohen ca situata. Shikohet se ai fëmia dhe pa bërë 1 vjeç qesh me ty, luan me ty. Nëse një fëmijë që shikon është shumë i shpërndar në shikim, duket që s'ka një komunikim. Pra janë ca situata që po të jemi të vëmendshëm mund të kapen dhe pa bërë 1 vjeç. Dhe shpeshherë kapen disa situata, por themi që duke e lënë kohës, sepse duke u rritur fëmia prap bëhet më aktiv, duke u rritur se ndaj them që gjithmonë dikush e ka më të shpejt një fazë, dikush e ka më të ngadalt. Nuk mund t'i vësh gishtin që shiko, se ka një moshë specifike për të folur. Pediatria ka mundësi që ta dallojë gjatë vizitave nëse ato bëhen konsultat e rregullta te pediatri, a ka mundësi që një fëmijë që e merr që në fillim ka mundësi? Deri diku po, por unë them vëzhguesi më i mirë është prindi. Pavarësisht faktit që mua më vjen keq ta them këtë gjë, për këdo që ka situata të tilla, pavarësisht them edhe për këtë që së pari është lumturi të kemi fëmijë një herë, se ka shumë që i kërkojnë dhe nuk mundet i kenë. Sido që tjetë ai fëmijë është lumturi që ne kemi një fëmijë, që ne kemi diçka që na ngro zemrën dhe shpirtin. Pastaj, dhe mund ta shikosh se ka shumë që nuk u vjen mirë, nuk e perceptojnë dot, është e vështirë për t'u pranuar që fëmia im ka një problem, si për çdo smundje, se nuk është s'po i quaj autizmin smundje, se absolutisht nuk është problematikë tjetër shëndetësore që kemi. Po si për çdo lloj problemi tjetër që ne tek fëmijët tonë me zor i pranojmë ca situata, ky është një gjë akoma, ky lloj rasti është akoma më i vështirë për t'u pranuar dhe shpeshherë derivon dhe terapiti fillon me vonesë. Në disa raste kur prindi nuk është koshient që në fillim ose kur nuk e pranon, nuk e do zemra dhe është një gjë që vërtet kanë deri diku kanë shumë të drejtë. Për duhet fillojmë mbështetjen psikologjike ose atë edukimin e prindit një herë pastaj që ai të bëhet ndim për fëmijën. Dhe sa më shpejt fillojnë këto terapitë njërin tjetër aq më mirë është. Plus që tani edhe duke qenë seri nëpër kompjuter, nëpër lojra, nëpër telefon, ata janë dhe totalisht normal, pas një lloj problemi, dhe thjesht nuk ka ardhur goja dhe shpesh i shoh që shkojnë te logopedi me shumë të drejtë, se pastaj fillojnë që dhe një spunto shumë e vogël, brenda 1 muaji, një fëmijë që mund mos fliste fare, kam pas raste, të shpërthen në një të folur që ti thua ku e pas ka ruajtur gjithë aset fjalësh. Dhe ju thoja, për shembull më ka ndodhur në disa raste dhe i thoja mamas, shiko, mos ki merak, është një fëmijë totalisht normal, po hiqja këto gjërat e tjera, se nuk ka asnjë lloj problemi, do flasi si të gjithë shokët e tij. Po unë e shikoj, nuk më flet, nuk më bën. Sa e ka çuar, domethënë brenda 1 muaji ka ardhur dhe ato thoja tash të lëre hati dhe duke e thënë kështu në mënyrë për të qeshur. Apo kthehen realisht përdorimi i teknologjive në një burim stresi dhe një lloj pështjellimi emocional tek fëmijët, sepse pastaj për të rinjt është tjetër shumë i fortë. Është e njëjta gjë si me të rinjt. Është një stres emocional, një dashuri e madhe për telefonin, për ato gjërat që shikojnë atje që është shumë vështirë t'ja u heqësh, po themi që ne e përmendim shpesh ai autizmi virtual. Pra nuk janë fare me autizëm, nuk kanë probleme të tilla, induktohet një autizëm virtual, po të shikosh edhe në familje, jemi në shtëpi dhe je 5 veta me 5 telefona dhe
flet shumë pak fjalë. Ndonjëherë është e kuptueshme, nuk u dua të gjykoj asnjë prind, sepse tek e fundit ne nuk flasim vetëm si profesionist shëndetësor. Nuk dua të gjykoj një prind që e shoh diku që i ka dhënë një telefon se fëmia është pa menaxhueshëm. Dakor, jam shumë dakord. Edhe pse unë kam gjetur mendoj Chelsea-n e menaxhimit tani, sepse kudo që shkojmë ne marrim letrat me ngjyra me vete për të vizatuar dhe tek e fundit duhet gjetur një mënyrë. Le të bëj pak edhe rrëmuj aty ku është. Nëse një restorant i tillë neve nuk na pranon, ikim fare, gjejmë diçka tjetër. Pra prindit mos lihen fare në siklet se nuk ka të bëjë me edukatën që ai jep fëmijës, një sjellje fëmijës në një moment caktuar. Nuk ka lidhje fare. Megjithatë, hajde po themi se po. Hajde se po themi dhe po japim, dakor. Po ka mas, limit, po. Me limit çdo gjë, dakor. Po qan, ti je diku dhe patjetër të duhet të kesh një situatë të tillë që nuk ke shmang dot. Të gjithëve na ndodh. Na ka ndodhur dhe na ndodh. Atëherë mund t'ja japësh në kushte të kufizuara, por jo të lihen pafund. Ajo e lëna pafund pranë ekranit, si të televizionit, si të se normalisht ai që bebe nuk ato e lën para televizionit. Se pastaj fillojnë edhe problemet me sytë dhe shumë gjëra të tjera që më herët nuk kanë qenë prezente. Por që e mira është që çdo gjë me mas, për çdo lloj situate, për çdo lloj gjëje, jo vetëm te kjo, po në çdo situatë, në çdo dhënie, siç tham te biberoni rrens apo te të gjitha, domethënë çdo gjë e bërë me mas është më se normale. Çdo gjë që te i kalon masën, pastaj kthehet në dëm. Doktoresha, një mesazh të fundit në përmbyllje të kësaj bisede që mendoj ishte goxha edukative dhe frydhënëse për ata që na dëgjojnë. Shpresoj që të kem qenë sa më e kuptueshme dhe të paktën të kemi dhënë ato pjesën që ne duam t'i japim tek prindrit. Nëse do jepja një mesazh, merreni, fëmia është dashuria më e madhe që mund të kemi. Domethënë të kesh fëmijë, siç e thash dhe më përpara, është lumturia më e madhe që mund të kesh. Merreni me sportivitet, në sensin që jo me stres lindjen e fëmisë. Lindja e fëmisë shpeshherë nënat e perceptojnë dhe e përjetojnë pak më me vështirësi. Merreni me qetësi, merreni me dashuri çdo gjë që mund të vijë në këtë lloj situate. Po morën gjërat qetë, po jemi ne të qetë, fëmia ka një mirërritje shumë të dukshme. Po jemi ne të stresuar, po jemi ne të lodhur, po e nisëm me u lexuam në internet. Shmangini këto gjëra që të keni një ecuri sa më të mirë, si vetë prindi ashtu dhe fëmia. Në përmbyllje të këtij episodi, unë ju falenderoj që shndruat me neve në këtë episod shumë edukativ me mjekën pediatre doktoresh Valbona Shahinaj. Dhe si një mesazh të fundit përmbyllës të episodit, unë si farmaciste dhe si prind do të them mos i krahasoni fëmijët me të tjerët. Ata janë të veçantë, janë individual në rritjen e tyre dhe nuk ka manual për të rritur fëmijët. Ajo çfarë mund të bëjmë ne për fëmijët tanë është të marrim informacione me burime të sakta dhe të sigurta që të bëjmë zgjedhjet më të mira për ta. Paçi shëndet.